Të nderuar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala ka kërkuar prej njerëzve që të ruajnë nderin, të ruajnë moralin, të ruajnë vlerat dhe të jetojnë me to, dhe ka kërkuar po ashtu që të largohen nga veprat të këqija, nga punët e liga, nga immoraliteti dhe veprat që të shpihen në të. Andaj dhe ka vendosur rregullat dhe dispozita dashur vëllezër besimtar, mënyrë që njerëz të jetojnë jetën e mirë, mënyrë që familja të jetojnë familje e mirë dhe njerëz të jetojnë me vlera të shëndosha. Mirë po dashur vëllezër besimtar, njerëz nga padituria e tyre ndonjëherë e nga mosbesimi si duhet shumë herë nuk praktikojnë, nuk respektojnë urdhat Allahu subhanahu wa ta'ala, po shpeshherë ata i shkelin ato, i nëpërkëmbin ato dhe bëjnë vepra dashur vëllezër besimtar të cilat jo që janë kundërshtim me fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, por janë edhe të dëmshme për njeriu si individ, për familjen, pastaj edhe për shoqërinë në mbar. S'ka dyshim se njëra prej gjërave më të urryra në fe dashur vëllezër besimtar, por edhe të njerëz të shëndosh me tipare të shëndosha, me mendje të shëndosh, është edhe immoraliteti, apo veprat që e rrethojnë të vepër të ligë, të ndytë, të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ka ndalu, madje i ka ndalu edhe gjitha rrugët dhe mundësitë cilat dërgojnë të kjo vepër e ligë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Kul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Thuaj Allahu i ka ndalu, e ka bo haram immoralitetin të dukshëm dhe të padukshëm, veprat e liga, veprat cilat bien ndesh me moralin e mirë dhe të shëndosh, janë të ndaluar të dashur vëllezër besimtar, ato që duken dhe ato që nuk duken, ato që bëhen publikisht dhe ato që nuk bëhen publikisht, të gjitha janë të ndaluara dhe Allahu e ka cekë në Kur'an në mënyrë të prerë: "Innama harrama rabbi al-fawahish." Dhe jo vetëm kaq, por ka bë thirrje që as të mos afrohemi tek ato: "Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dhe mos ju afroni veprave të ndyta, immorale, të liga, të poshtra, të fllëqta, atyre që duken, ma dhahara minha, publike, dhe atyre që nuk duken, që janë të mshefta. Po të dashur vëllezër besimtar, sepse këto vepra të këqija dashur vëllezër besimtar shkatërrojnë njeriu, ja shkatërrojnë gjën më të shtrejtë që ai e ka pas imanit, ai është turpi, është morali, është karakteri dashur vëllezër besimtar. Wala taqrabu, mos u afroni, andaj mos ja hapni derën të keqes, mos u afroni të këqijave, mos i lejoni që ato të futen në shtëpitë juaja, sepse sot të dashur vëllezër besimtar, e keqja po promovohet, e liga po promovohet, e liga në për shtëpitë e besimtarëve po shqiqohet dhe po përcjellet, emisionet të ndyta të këqija dashur vëllezër besimtar, të cilat ja shkatërrojnë moralin njeriu, të cilat i shkatërrojnë fëmijët, i shkatërrojnë gratë, i shkatërrojnë burrat, i shkatërrojnë familjet në përgjithësi, pastaj edhe shoqërinë të nderuar vëllezër besimtar, po përhapen më të madhe, po promovohen më të madhe, po financohen më të madhe, dhe më e keqja është po përcjellen më të madhe, madje edhe shumica prej atyre që përcjellen padyshim janë prej besimtarëve. Wala taqrabu al-fawahish, mos ju afroni, derën mos ja hapni, mos jani që në shtëpitë tuaja të përcjellen emisione të ndyta, mos jani që familja juaj, familjet e juaja me shique emisione të ndyta helmuese, të cilat i shkatërrojnë fëmijët, i shkatërrojnë familjet dhe pasojat pastaj do t'i bartin të gjithë si shoqëri.
Mos lejoni sepse po financohen të dashur vëllezër besimtarë, po reklamohen, po promovohen dhe live po transmetohen në veprime të dyta që nuk i ka hije njeriut as fshehorazi me i ba, e lere me publikisht, e lere me pran kamerave, e lere me u transmetua live dhe me i pa njerëzit gjithandej. Ruani veten, ruani familjen, ruani antarët e familjes, ruani rinin, ja ejuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, o ju që vini në gjuma, o ju që falni, o ju që agjeroni, o ju që Allahun e besoni. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ruani veten dhe familjen. Ruani familjen. Ruani fëmijët. Ruani djemt, ruani vajzat, sepse mund të helmohen që pastaj nuk mund të shërohen ndoshta me lehtësi. Emisionet e poshtra të çoroditura të flleshta nuk duhet as me shku me i pa, as me afru afër tyre, as me hin ato vende ku transmetohen, e lere ma të lejohen që ato transmetohen ose të shiqohen në shtëpinë e muslimonit. Është ndaluar. Dhe rreziku është i madh pastaj që ne të psojmë të dashur vëllezër besimtar. Kurse për ata që i bojnë të vepra, i përhapin të vepra, i financojnë këto emisione dhe vepra të tilla të ngjashme, çfarë do të qofshin ato? Ata që përhapin drogën, ata që përhapin emisionet këqija, ata që përhapin dukurit negative, ata që hapin shtëpi publike për interesa materiale dhe gjëra të tilla të cilat janë ndëm të shoqërisë, janë ndëm të familjes, janë ndëm të rinisë. Nëse shteti nuk reagon, nëse shoqëria flan dhe nuk reagon, dhe me këto të këqija pajton, dine se dënimi Allahu t'i pret, dhe Allahu do t'i dënon. Ndëgjën e mije që ka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu. Vërtet ata cilët dëshirojnë, vërtet ata cilët dëshirojnë, jo vetëm ata që financojnë dhe punojnë, por ata që dëshirojnë, kanë qef, e përkrahin, i miratojnë, thënë së është gajle. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu. Vërtet ata cilët dëshirojnë që të përhapet imoraliteti në mesin e besimtarëve. Ata që dëshirojnë që të përhapet e keqja në mesin e shoqërisë besimtare. E këtu janë 96 ose 94.6% muslimanë zyrtarisht. Lahum adhabun elim. Allahu po thot për ata do të ketë dënim të dhëmshëm. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allahu e din e ju nuk e dini. Mos u bëni pjesëmarrës në asnjë mënyrë në përhapjen, promovimin e emisioneve të tilla të fllishta. As me financim, as me përkrahje, as me pagesë, as me shiqu, as me lën fare, mos me lën fare në shtëpit më përcjell dhe më shiku. Yuridu Allahu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allahu po thonë në të tëra ajet kuranore. Allahu po don ju fal. Allahu po don që ju të pendoheni. Allahu po kërkon që ju të përmirësoheni. Allahu po don që ju mu bë të mirë.
Allah po thon që ju me pas jetën e mirë, familjen e mirë, ardhmërinë e sigurt. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat. Kursa ata cilët i pasojnë epshet, ata cilët e pasojnë interesin material, ata kanë tjetër qëllim. Atyre nuk ju intereson rinia, s'ju intereson familja jote ase imja. Atyre ju intereson fitimi, ju intereson leku, ju intereson sa ma shumë me prish. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Kursa ata cilët i pasojnë epshet, ata kanë dëshirë që ju sa ma shumë me deviju, sa ma shumë rrugën e Allahut me lshu, sa ma shumë largë të mirëve mu largu, dhe sa ma shumë të këqijat me i praktiku, dhe në shtëpijet e juja me i futë dhe më qëndru. Ma të dashur vëllezër besimtar, rreziku nga këto dukurit të këqija të dyta nuk është vetëm individual dhe familjar, madje nuk është vetëm për ata cilët i veprojnë të vepra, por rrezikun nga mëkatet të tilla kur përhapë shoqëri mundet me qenë që i përfshin edhe të mirët, i përfshin edhe të mirët, i përfshin edhe ata që heshtën, madje i përfshin ndoshta për shkak të përhapjes së madhe të keqes, edhe ata që jenë mundu, po s'kan pas në dorë me përmisu. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ja ma'shar al-muhajirin, pi fol shokëve ti, o ju muhajir të ndëruar, o ju që keni bo hijret, o ju që keni lanë Mekë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Khamsun idha btulitum bihin, 5 gjona nëse sprovoheni me to, e lusë Allahun, po thot profeti që mos me i taku. Nëse sprovohni, por inshallah kur po nuk sprovohni me to. Njëra prej tyre thot e nëse përhapet el-fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha, nëse përhapet në një popull immoraliteti dhe atë e bëjnë publikisht dhe krenohen me to dhe për cilë i madhe i vogël, hatta yu'linu biha, në një popull që përhapet immoraliteti. Immoralitet është vëllezër janë veprat, gjitha veprat që bijnë ndesh me moralin e mirë, që të kuptohemi. Gjitha veprat që bijnë ndesh me moralin e mirë. Në të popull që përhapet immoralitet e lfahishe, vepra shëmtuar, wa yu'linu biha, dhe ato e bojnë publikisht, e transmetojnë publikisht, e transmetojnë live. Dhe atë popull Allah Azza wa Jall do të dënon me smundje të reja që ata s'kan dëgju më herët. Atyre Allah do të dërgoj smundje të reja që ata s'kan dëgju më herët për to. Smundje që të parë tonë nuk i kanë njoft. Dhe po ashtu me varfëri, me skamje, ose me fri nga varfëria. Allah në lujtë ja Rabbel Alamin. Allah në lujtë për të shijeve ja Rabbel Alamin. Po ashtu ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, kullu ummeti muafa, krejt ummeti im dhe të falet. Sepse gjithë jemi gabimtar. Gjithë jemi gabimtar. Nuk ka njeri pa gabime. Illa al-mujahirin. Përveç një lloj njerëzish, përveç një grupi të gabimtarve, të mëkatarë, po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ata nuk do të falen ditën e gjykimit. Përveç atyre që mëkatet i bojnë haptazi. Që mëkatet i bojnë haptazi, që turpin e tyre bojnë haptazi, që immoralitetin e bojnë haptazi. Këta nuk do t'i falë Allahu subhanahu wa ta'ala,
dhe rrezikohen të ndëshkohen ditën e gjykimit me ndëshkim të madh dhe dënim të madh. I lut gjithë ata njerëz që i ka mashtruar shejtani dhe i ka mashtruar keqja, që të kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Të kanë frikë Allahun, e nëse nuk i frikohen Zotit dhe nuk e besojnë xhenetin dhe xhehenemin hak, atër spaku le të mshirojnë 33 e këtij vendi. Atër spaku për hatër të rinisë këtij vendi. 33 të cilat janë prej e këtyre dukurive negative dhe cilat janë gjahu i tyre që ata dëshirojnë ta helmojnë me këto vepra të dyta të cilat trejat dhe familjet tona po i helmojnë, po i rrezikojnë dhe pastaj pasojat e tyre po i vuajnë. Allah na përmirësot ja Rabbel Alamin. Allahu na ruaj nga veprat e liga dhe të këqija ja Rabbel Alamin. Allahu vetësot shoqërinë në vepra të mira dhe largohet nga vepra të këqija. Quli qawli hadha wastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.